Bombarduesit iranianë erdhën vetëm pak minuta pasi goditën bazën më të madhe ushtarake që strehonte trupat amerikanë në lindjen e mesme, përpara se aeroplanet e Katarit i rrëzonin në misionin e tyre të parë luftues ajror. Garda revolucionare e Iranit dërgoi 2 bombardues taktik Su-24 të epokës sovjetike drejt bazës ajrore Al Udeid, e cila zakonisht strehon 10.000 anëtar të shërbimit amerikan, dhe Ras Laffan, një strukturë kyçe për përpunimin e gazit natyror dhe një themeli i ekonomisë së Katarit. Avionët luftarak iranianë ishin 2 minuta larg objektivëve të tyre. Aeroplanët u identifikuan vizualisht dhe u fotografuan duke mbajtur bomba e municione të drejtuara. Katari lëshoi një paralajmërim në radio, por nuk mori asnjë përgjigje nga avionët, të cilët kishin kaluar në një lartësi fluturimi prej 80 metrash për të shmangur zbulimin nga radarët për shkak të kufizimeve kohore dhe bazuar në provat në dispozicion. Avionët u klasifikuan si armiqësor. Katari më pas dërgoi avionët e tij luftarak dhe një luftëtar F-15 i Katarit u përball me avionët iranian në luftimet ajrore përpara se t'i rrëzonte. Aeroplanët iranian u rrëzuan ujërat territoriale të Katarit. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit tha në një konferencë përshtypse po kryen kërkime për ekuipazhin. Irani ka qelluar qindra raketa dhe dron pa pilot drejt shteteve arabe përgjatë xhirit persik në akmarrje për sulmet ajrore amerikane dhe të Izraelit në vend. Udhëheqësi suprem i Iranit Ali Khamenei u vra në valën e parë të sulmeve të shtunën, kur shkatrua kompleksi i tij në Teheran. Por operacioni i guximshëm i Iranit mbi Katarin shënoi herën e parë që Irani përdori avion me pilot për të synuar një vend fshinj që nga vdekja e Khameneit, dhe herën e parë që forcat ajrore të Katarit janë angazhuar në luftime ajër-ajër. Generali amerikan Dan Kane, kryetari i shtabit përbashkët të ushtrisë, e pranoi incidentin në një konferencë për shtyp të mërkurën pas specifikuar objektivin e bombarduesve iranian. Luftarët e Katarit për herë të parë kanë rrëzuar 2 bombardues iranian gjatë rrugës për në vendotjen e tyre, tha ai në një konferencë për shtyp në Pentagon. Në një telefonat me ministrin e jashtëm iranian Abbas Araghchi të mërkurën, kryeministri i Katarit e përshkroi incidentin si për shkallëzim dhe një tregues që tregon asnjë dëshirë të vërtet nga Irani për të ulur tensionet ose për të gjetur një zgjidhje. Përkundrazi, ai kërkon të shkaktojë dëm fshinjve dhe t'i përfshi ata në një luftë që nuk është e tyre. U shpreh ai. Incidenti mbi Katarin ishte i pazakontë. Në mënyrë tipike, hakmarrja e Iranit ka qenë në formën e raketave ose dronëve. Regjimi iranian ka qelluar më shumë se 400 raketa balistike dhe më shumë se 1000 dronë drejt shteteve arabe përgjatë xhirit që nga sulmi i shëbaj Izrael, duke synuar qendrat urbane, infrastrukturën energjetike, aeroportët dhe hotelet në të gjitha shtetet arabe të xhirit. Irani ka tronditur popullatat e mësuara prej kohësh me sigurinë, ndërsa shumica e raketave dhe dronëve të Iranit janë kapur. 6 anëtar të shërbimit amerikan u vranë kur një predh iraniane doli nga mbrojtja ajrore dhe goditi një qendër të improvisuar operacionesh në portin Shuaiba të Kuvajtit.